Kryeministri Edi Rama pritet të bëjë disa ndryshime në qeverinë e tij lëvizje që vijnë pas ndryshimeve të fundit që u bën më 14 shkurt të këtij viti dhe pas më shumë se 50 ditëve protesta. Burime për CNA bëjnë me dije se kryeministri pritet të bëjë disa lëvizje, jo vetëm i detyruar nga protestat, por edhe për shkak të disa ministrave që duket se në performancën e tyre në kuadër të integrimit dhe ritmit që kërkon qeveria shqiptare për të realizuar objektivat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 janë totalisht inekzistent. Nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për ministrat më jetë gjatë apo më jetë shkurtër. Me këto ndryshime kjo do të ishte qeveria Rama X, pasi kryeministri thuaj se çdo një vit nga viti 2013 e deri më sot ka bërë ndryshime, herë të pjesshme dhe herë të plota në periudhat paraelektorale, duke tentuar të ndezë motore për fushat dhe duke tentuar të mbajë forcën qeverisëse në aksion pas zgjedhjeve. Janë disa qeveri Rama që vinë në prag të zgjedhjeve, ndërsa kujtojmë se Shqipëria vitin e ardhshëm, jo më vonë se 9 maj, do të mbajë zgjedhje lokale dhe siç e raportojnë burime për CNA, ndryshimet e qeverisë janë të vendosura. Këto ndryshime janë sinjalizuar nga kreu i qeverisë ditë pas dite në qëndrimet që kanë mbajtur edhe për protestat. Vetë Rama i ka pranuar deri diku disa arsye dhe problematika të ngritura nga protestuesit, por jo abuzime të tilla, siç ishin mashtrimet me shitjen e faljes së tokës e Shqipërisë apo me investime nga Izraeli. Rama në daljet e tij të herparsershme i ka vlerësuar protestat, sidomos ato të ditëve të para, ndërsa ka konstatuar se një pjesë e ministrave dhe strukturave politike të Partisë Socialiste ishin më tepër se në gjumë. Me daljen e qytetarëve në protest, Partia Socialiste thuajse ishte inekzistente, pasi për ditë të tëra nuk e kuptonin se nga po vinte gjithçka, pa folur më tej për paqartësinë politike dhe qëndrimet që mbaheshin nga eksponentët e saj. Shkoi deri aty sa shumë zyrtar të qeverisë ishin edhe pro protestës dhe pro dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama, pa vijuar më tej te familjar apo njerëz të afërt të tyre që ishin të pranishëm në protestë e deri te miq, siç Rama i konsideron. Protesta, reagimi mefsht politik nga zyrtarët e PS-s dhe detyrat për Bashkimin Evropian e kanë bërë kryeministrin Rama që të mendojë ndryshime në qeveri të njoftuara nga burime për CNA. Këto ndryshime në qeveri pritet të ndodhin ditën e nesërme, ku kryeministri do të mbledh grupin parlamentar dhe kabinetin qeveritar në Pallatin Brigadave. Kjo nuk është mbledhja e parë e këtij lloji, por pritet që nesër të ketë disa lëvizje të forta. Lëvizjet bëhen edhe më të pritshme dhe më të besueshme sipas burimeve për CNA, për shkak se ditën e ndjeshme është njoftuar nga kuvendi një tjetër seancë plenare, konkretisht më 30 korrik, ndërsa pritet që seanca sotme të ishte e fundit e këtij sesioni parlamentar. Kuvendi njoftoi seancën shtesë dhe bëhet me dije se u është kërkuar deputetëve të mos largohen nga kryeqyteti, çka forcon më shumë faktin se do të ketë lëvizje në qeveri nga kryeministri Edi Rama, të cilat në fundjavë mund të çohen drejt presidencës, në fillim të javës së ardhshme të dekretohen nga presidenti Baran Begaj dhe më pas të mbahet seanca plenare me ndryshimet e reja të kabinetit.